Mbi 60 pacientë të lënduar në tragjedinë e Koçanit po trajtojnë jashtë vendit, ndërsa 2 prej tyre janë ende në gjendje kritike, ndërsa në spitalet e vendit aktualisht janë duke u trajtuar 7 pacientë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se për momentin po bëhet kategorizimi i pacientëve sipas nevojave për rehabilitim, me qëllim të trajtimit të duhur të mëtejshëm të pacientëve. Në qendra mjekësore jashtë vendit janë hospitalizuar 64 pacientë, ndërsa në spitalet e vendit janë të shtruar gjithsej 7 pacientë nga personat e lënduar në tragjedinë në Koçan, prej të cilëve 4 pacientë janë të hospitalizuar në klinikën e kirurgjisë Shën Naumi i Ohrit, 1 pacient në klinikën e toksikologjisë dhe 2 pacientë në spitalin privat Sistina, than nga Ministria e Shëndetësisë. 4 pacientë gjatë ditës do të kthehen nga trajtimi në spitalin Prigorov në Bullgari. Nga klinika e djegjeve dhe kirurgjisë thonë se për pacientët që i kanë lëshuar për kurim shtëpiak kanë udhëzime për trajtim të mëtejshëm, ndërsa 4 pacientë të tjerë që po trajtohen atje janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme. 4 persona të tjerë të lënduar në Koçan mbeten për trajtim të mëtejshëm në Pirogov. Këta pacientë janë ende në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme dhe janë në terapi intenzive. Ndërhyrje të shumta janë duke u zhvilluar për përmirësimin e tyre, than nga klinika e djegjeve dhe kirurgjisë plastike në Bullgari. Në Bullgari, 15 pacientë ishin të transportuar për trajtim më adekuat mjekësor, 8 prej tyre në spitalin Pirogov, 3 në spitalet në Plovdiv dhe Varna. Ndryshe, dje u regjistrua viktima e 61 nga tragjedia e Koçanit.